Fajtor në forcimin e regjimit të presidentit serb Aleksandar Vučić, sigurisht tu për hir të stabilitetit regional. Po, këto politika e Bashkimit Evropian janë më të ngadalësume dhe më të qeta dhe i ka ndonë mjaft kohë Vučić dhe ka pasur Vučić nuk do të zbrapse dhe pra politikat e veta mundohet mi qua andena ka Rusia ka lindja dhe besoj tashmë e ka pa edhe Bashkimi Evropian se Vučić është një kriminal i dështuar dhe ka mujtë të jep ato joshë si që ka ndonë me litiumën e me aeroplanet Rafale nga Franca, po besoj ka qenë pa mundra me ato joshë, me ato karrota, po më në fund tash është bomirë se Bashkimi Evropian është binë se Vučić është një kriminal i dëshmuar edhe me politikat e vet, edhe kundër shtetet vet, e lere më kundër shtetet fshia apo Bashkimi Evropian dhe besoj se tash e din shumë mirë çfarë politika duhet përdor Bashkimi Evropian, e sidomos SBA dhe Vučić besoj se veç kur të marrë me vesh në dhe që është fati ti si Zoranit që kanë likvidu se këtë e kanë politikat njëjta edhe të vetë Rusia edhe Serbia se në momentin që humbin gjithë ata i njëjnë sikur e kanë shitër kombin, por fatkesh ajo politik i ka majt në këmbë dhe ato karrota i kanë shy me atë politik që këtë 19 dhe me urrejtë kundër shqiptarëve, se shqiptarët e kanë vendin e vetë dhe UÇK ka luftuar vetëm e vetëm për çliruar vendin, dhe nuk ka luftuar për çliruar Serbinë në visatin për shtetin e vetë dhe këtë e kanë arritur bashkërisht me politikën e rrugoze, me Amerikanët dhe me NATO dhe kjo ju ka dhënë Al-Flakaresha fundit në 1999 dhe shteti Kosovë është i pavarur dhe sovran dhe besoj kjo është më së qartë dhe këtu jemi ku jemi dhe Kosova ka rrugën e vetë për Bashkimin Evropian në NATO dhe jo me në një shtet tjetër siç ka menduar Aleksandar Vučić mund të kthejë një ditë është pamundër të mendohet e leret veprohet, po si të shoh ja pra ajo rrethje e mbjellën nga politika e Vučić ka dështuar qytetar dhe tash e ka pa edhe vetë fundin e tina. E qartë, zë Elimi, nga ana tjetër, a mundet që Serbia të ecë tashmë në dy drejtime? Pra, është ky moment i kthesës ku Europa tashmë i drejtohet Serbisë ose me ne ose me Moskën? Po kjo është më së qartë, kjo është Flakaresha, që thash merret të nderuar se kjo është politikë e qartë. O me neve, o me Rusin. Dhe tash Rusia e ka kuptuar që më në fund edhe Rusin vetë ka tradhtuar Aleksandar Vučić, tash edhe kjo Flakaresha e Bashkimit Evropian kundër Serbisë është më së qartë dhe s'do koment. Tash Vučić ka marrë vetëm rroga Bashkimit Evropian dhe Rusia se dim shumë mirë se as Rusia vetë se do me këtë politikë, po si të shoh tash bën në Horvatia dhe kalkulimet mund të gjejë ndonjë shtek, po e ka të pamundër vetëm rroga drejt Bashkimit Evropian dhe kthymja shpinë e Rusisë e pështon një platforme për një kohë shumë të shkurt, po jo edhe nga heqja e pushtetit njëre për gjithmonë. E qartë, por zë Elimi, pse Serbia glorifikon ende kriminalit të luftës pra ndërsa kërkon nga ana tjetër ty dhe në Bashkimin Evropian, a mundet të ketë integrim evropian në këtë rast? Po, ky glorifikimi i kriminalëve, siç është e mbushur Serbia dhe nuk i dorëzon, qoftë rasti basi, qoftë ato për krimi që ka marrë në Kosovë dhe Bosnë e Andena, i mban se edhe vetë është i zhyt Vučić ta dhe është në hipoteka, me to po shpejna kështu qëllimisht me kuptu vllazët tanë në Shqipëri atje, dhe në momentin që dorëzon ata kriminal do të bie edhe vetë dhe kështu mundohet Horvatit e tina dhe mundohet të shtyjë sa më gat dhe besoj derisa të vinë një presion nga SBA-t që njerë po gjithmonë do të bashkëpunoj sa më mirë me Bashkimin Evropian dhe me gjithë institucionet qoftë me Hagën dhe të dorëzoj ata kriminal të dëshmuar që kanë bërë masakra në 6 vende Ballkan Perëndimor, në Sarajevo, po edhe në Kroaci, edhe në Kosovë në luftën e fundit, po besoj Vučić tash e den mirë çfarë ura duhet nëtuar dhe e ka fundin dhe vetëm kjo rruga e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian mund ta shpëtoj po një kohë të shkurt dhe besoj tash Bashkimi Evropian i ka politikat e veta të gatshme kundra Vučić dhe kundra Serbisë se çfarë duhet përdor dhe nuk ka këto asfar vend për glorifikime, po vetëm duhet të bashkëpunoj me sistemin juridik në Hagë dhe duhet të dorëzoj kriminalët që kanë bërë masakra dhe krime në Republikën e Kosovës. E qartë, mirë, zë Elimi, ndjekim tjetër insertë se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në Serbi dhe rikthehemi. Incidenti ndodhur para ditën e së mërkurës në Beograd ka tronditur opinionin publik serb dhe ka shkaktuar reagime të shumta politike. Sipas raportimeve të mediave vendase,
Ngjarja ndodhi pranë ndërtesës së parlamentit të Serbisë, në zonën ku për javë të tëra ishin ngritur tenda dhe mbështetës së qeverisë, të cilët po protestonin në shim për krahin ndaj politikave të presidentit Aleksandar Vučić dhe ekzekutivit të tij. Sipas informacioneve paraprake, një person ende i pa identifikuar ka hapur zjarr në drejtim të kampit të tendave, duke plagosur një qytetar. Pas së shtënave, flagët kanë përfshirë disa nga tendat, ndërsa dëshmitarët okular kanë raportuar për panik dhe shpërndarje të menjëhershme të turmës. Forca të shumta policore dhe ekipe zjarrfiksish janë dërguar menjëherë në vendngjarje për të shuar zjarrin dhe për të evakuar personat e pranishëm. Presidenti Aleksandar Vučić, i cili në ato moment ndodhe në një takim qeveritar, reagoi menjëherë duke cilësuar incidentin si akt terrorist. Mirë, Zyelimi, incidenti me armë para parlamentit të Serbisë a mund t'jetë ky tashmë sinjali i parë pra i përplasjes së madhe mes mbështetësve të Aleksandar Vučić dhe kundërshtarëve të tij? Po mos e qartë e ka paralajmëruar edhe vetë Aleksandar Vučići që do të vijë një situatë e tillë dhe njësia elitare saj më e mira që ka Serbia në dispozicion për këtë situata dhe situata tjera, besoj ky pjesëtari i sigurimit shtetënor e ka bua atë akt kriminal dhe ajo besoj ka qenë një pretekst dhe për ndezjen e aty në tendave dhe për të marrë masa dhe këtë njësia elitare dhe shërbimet inteligjencë i kanë ardhur në ndihmë dhe e kanë arrestuar dhe besoj që aty ka prit vetëm edhe pak për të eskaluar situata, po e kanë marrë situatën në kontroll dhe besoj aty është dita ditës shoh ky person apo dikush tjetër do të vi fundi dhe do të përshkallëzohet situata dhe besoj që më në fund regjimi i Vučićit do të bie për tokë dhe është e mojt me dhunë, me gjithë njësinë inteligjencë, me gjithë shërbimet ushtrin dhe policin, të gjitha njësit i ka të gatshme në dispozicion i përdor, po edhe vetë pjesëtarët e rastit Banjska, më veç i kemi pa në media të instaluar si heroja të ku rrin Aleksandar Vučići dhe besoj kjo është më e qartë se çfarë shteti policor është i Vučićit dhe Serbia dhe këtë besoj të gjitha ka vendin në burg se ata pjesëtarë e kanë vendin në burg dhe kanë bërë krime dhe do të përgjigjen para organeve ligzbatuese në Republikën e Kosovës në rastin Banjska, që është vrarë polici Jon Afri Bonjaku dhe besoj tash mos e qartë se Vučići bën kalkulim në dëm edhe vetë aty në pjesëtarëve se edhe